Edhe fshati Odër është bërë me monografi fal profesorit Islam Islami, ku e ka promovuar monografinë e fshatit Odër të komunës të Tarcës, në hapësirët e Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov. Në këtë promovim të librit ishin të pranishëm një numër i madh i profesorëve, bashkëfshatarëve, ndërsa prezantimin e kësaj monografie e bëri profesori Alajdin Demiri. Mendoj se një familje do të jetë shumë e varfër nëse nuk e ka monografinë e profesorit shtëpi. Për arsye se metodën të cilën e përdori profesori në hartimin dhe krijimin e veprës së tij është ajo metodë e njohur në shkencë. Mos shtyhem shumë, po është metoda empirike, metoda e bashkëbisedimit, metoda e kujtesës dhe metoda e leximit të fakteve të cilët ekzistojnë, por në tjerët ndoshta i shohim, ndoshta nuk i shohim. Profesori shkoi i gjeti pa dhe ne i nxorr para. Recenzent të monografisë Odri në histori është profesori Zeqir Kadriu dhe historiani Nebi Dervishi. Kadriu tha se në këtë monografi nuk flitet vetëm për këtë fshat, por flitet për të gjithë rajonin, tregon shumë histori dhe është i shkruar me një mjeshtri të rrallë. Përpara një viti kur profesori kishte grumbulluar këto materiale, ishin aq voluminoze dhe erdhi me që isha dikur në zonës i tij dhe më tha nëse ka mundësi të hedhish një si në aspektin gjuhësor dhe të bësh një lektorim apo korrektim. E mora me gjithë dëshirë edhe pse profesori ishte fanatik në veprën e vetë që kishte bërë, sepse e kishte të shkruar në kompjuter, po megjithatë ma solli në kopje të letrës që ta shihja ma me përkushtim. Dhe nga që ajo do më shumë kohë, për hir të respektit që gëzon, për hir të autoritetit të tij, e mora me dëshirë dhe sinqeritetin më të madh që ta bëja. Autori, profesori Islam Islami, tha se qëllimi i kësaj monografie është që të reagojmë për shumë rrëfime të vërteta rreth këtij fshati, organizimit shoqëror-kulturor. Si shkak që më ka motivuar të shkruaj këtë libër, për bazë kam marrë perceptimet, parafytyrimet, paragjykimet, mendimet dhe përjetimet e odranëve në këndvështrimin e njohjes dhe të formimit të botkuptimeve për karakteristikat natyrore, gjeografike të fshatit Odër, origjinën e familjeve, të kaluarën historike, etimologjinë e domethënies së emrit të fjalës Odër, mandej për trungjet afërsinë familjare themin në të aspektin e lidhjes së gjakëve, në të aspektin fisnor, mandej fenomenet, veçoritë, qëndrimet dhe ngjarjet që janë manifestuar në kuadër të marrëdhënieve njerëzore, shoqërore, familjare dhe individuale të popullata me rastin e organizimit dhe realizimit të veprimtarive të ndryshme në sferën e prodhimit, ndërtimit të mjeteve për punë, të krijuarit të kushteve për jetesë, të krijuarit të vlerave artistike, arsimore, ideore, fetare e tjerë. Autori i këtij libri, Islam Islami, është një profesor i pensionuar, ndërsa i më parë ka dhënë mësim në gjimnazin e Tetovës, Kiril Pejqinović.